Nëse unë do kisha mundësi të zgjidhja, unë të kthej, të në qëtë filmin i jetës do kthej mbrapsht, dhe përpara sa unë të rifilloja filmin, do zgjidhja diçka tjetër, unë do zgjidhja dirigentin e orkestrës simfonike. Figura e dirigentit të orkestrës simfonike, bota e dirigentit të orkestrës simfonike, është diçka që më mahnit si shikus, si njeri që e dëgjoj, e kam pas dëgju më shumë, e dëgjoj më pak, po e dëgjoj muzikën simfonike. Dhe nuk e di, ka dalë së fundi një film i jashtëzakonshëm që quhet Maestro. Nëse nuk e keni parë, ju sugjeroj ta shihni. Është diçka e jashtëzakonshme. Nuk po ju them më shumë. Okej, jo spoil.